Në anën tjetër, kompania Madekos, tenderin për furnizim me barna për nevoja të QKMF-s, e kishte fituar edhe në viti, ndonse kishte ofertuar 5.424 euro më shtrajt. Përkatësisht, kishte ofertuar me 271.979 euro, ndërsa kompania tjetër MedPlus kishte ofertuar me 266.555 euro. Në arsyetimin e komunës së Vitis për eliminimin e MedPlusit, thuajse në disa produkte kishte ofruar çmime jo normalisht të ulët, apo siç njihen në prokurim, çmime manipulative. Kompania tjetër ka pas për këtyne produkte që i përmena, kompania tjetër ka pas çmime dhe më të ulta sena. Te Pamuku ne kemi pas një çmim, s'po di sa u kanë çmimi, ai ka pas edhe më të ultë sena. Te na është kap të ai produkt, te kompania tjetër s'u kap hiç. Edhe ne ju kemi drejtue, njëherë kemi bo kërkesë për shqyrtim, se kam përfil heq, kemi bo ankesë në SHP, edhe o SHP-ja s'na ka marrë për bas heq. Kështu që lëndën e kemi qunë gjykat, ta shohën të ashte se çfarë po ndodh. Me këtë lëndë edhe është tu marrë edhe prokuria speciale. Lidhur me këtë rast, Zheqi thot se kanë bërë kallëzim penal në PSRK. Sipas këtij kallëzimi penal, kompania tjetër në këtë tender në disa produkte ka pasur çmime manipulative. Gjatë analizimit të tregut, nuk ka aparat për glikemi 0.48 cent. Edhe ky çmim është manipulativ. Është çmim që nuk e mbulon kostën e shpenzimit sipas rregullave për tenderin jo normalisht të ulët dhe nuk ka marzh të fitimit fare. Autoriteti kontraktues e ka konsideruar në rregull pozicionin numër 81 otoskop me çmimin prej 20 cent të ofruar nga operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë, ndërsa në treg gjendet rreth 8 euro. Shtrohet pyetja se si mund të ofroj ky operator këtë pajisje me 20 cent. Madekos me 20 cent kishte ofertuar edhe për tensiometër, që thuhet se vlera e çmimit në treg me shumicë është rreth 7 euro. Përveç këtyre, për produktet si kanilla kishte ofertuar me 2 cent, që operatori tjetër ekonomik e vlerëson si çmim shumë të ulët, pasi në kontratën e nënshkruar me SHSKUK-n, e njëjta kompani kishte ofertuar me 31 cent dhe për sasi shumë më të madhe. Njëjtë ka vepruar edhe me sistemin e infuzionit, që kishte ofertuar me 2 cent, ndërsa në SKUK kishte ofertuar me 28 cent. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë në intervistë zyrtarët përgjegjës në komunën e Vitis për këtë tender, por deri më tani ata nuk janë përgjigjur, ndërsa tashmë është në dorën e prokurorisë që të hetoj të gjitha pretendimet.